Kandidatja për deputete në qarkun e Tiranës, Majlinda Bregu, mbylli fushatën në një takim elektoral në Farg. Bregu u shpreh se shqiptarët do të japin humbjen e radhës së Ramës, sepse sipas saj, qytetarët e kanë kuptuar që Ramës nuk i intereson mirëqenia e tyre. Ne nuk do të kemi pension më të ulët se $150 për të gjithë pensionistët. Nuk do të ketë pagë minimale më të ulët se $350. Nuk do të ketë mësues që do të paguhet me më pak se $700 në muaj. Ai kryetari i Partisë Socialiste nuk i përmend asnjë ditë rrogat, pensionet e qytetarëve, sepse interesi i tij vetëm është mbaj karrikën e kryetarit Partisë Socialiste. Ju e bët ato që si burracak të hikte nga Tirana dhe sot të shkojë të kandidoj në Vlorë. Ju e kuptoni se çfarë do të thotë që një komunë të qeveriset nga Partia Demokratike dhe krahasojeni territorin tuaj me një komunë të qeverisur nga Partia Socialiste. Shihni sot një nga komunat e cila është në dalje Tiranës atë të Dajtit. Tërësisht vetëm beton bunker, i është shtuar dhe një bunker i ri shtëpia që po bën Edi Rama aty në Surrem.